Jusuf Jaçaj, 58 vjeç, sapo hipi në makinë kur një eksploziv hodhi në erë mjetin e tij, duke e lënë të vdekur në vend. Shpërthimi i fortë i tritolit tronditi qetësinë e qytetit bregdetar të Sarandës mbrëmjen e së shtunës rreth orës 22:48 minuta, ndërsa lënda eksplozive dyshohet se është aktivizuar me telekomand. Report TV solli pamjet nga vendi i ngjarjes ku dallohen dëmet të mëdha që janë shkaktuar në makinë nga shpërthimi i fuqishëm, ndërsa është dëmtuar edhe një tjetër mjet aty pranë, si dhe disa biznese. Ngjarja e rënë ndodhi në lagjen numër 3 të qytetit, në të njëjtën lagje ku të birit të Jusuf Jaçajt, Klaus Jaçajt, vetëm 3 muaj më parë i hodhën në erë mjetin me tritol. Objektiv ishte 31 vjeçari, por i riu i shpëtoi atentatit të organizuar për shkak të hakmarrjes. 5 ditë më herët, më 17 korrik, ai ishte përfshirë në një ngjarje kriminale. Ai kishte ndihmuar 2 autorët të një plagosje me armë që qelluan 2 të rinj nga Kamza. 2 ditë pas atentatit, 31 vjeçari u arrestua dhe ndodhet në burg. Hetuesit, një grup i nisur menjëherë nga qyteti, dyshojnë se edhe vrasja e Jusuf Jaçajt lidhet me këtë ngjarje të birit me pistën e hakmarrjes që mbetet për momentin kryesorja. Atentati është tipik mafioz, me sasinë e tritolit të vendosur poshtë automjetit tip Toyota, kur ai ishte i parkuar dhe në momentin kur viktima është futur në makinë, autori e ka aktivizuar. Vetë 58 vjeçari punonte siguri turistike, teksa transportonte me skaf pushues drejt plazheve të ndryshme të Bregdetit Jonian.